Isha gati Italia Islamin, profesor Jeffrey Lang. Nëse e shohim Kuranin, gjejmë se 3%, vetëm 3% e ajeteve të Kuranit kanë natyrë ligjore, dhe nëse numëron të gjitha ajetet e Kuranit, bën llogaritjet dhe do të gjesh se rreth 3% e tyre janë urdhra dhe ndalesa hyjnore. 97% e Kuranit na mëson etikën, marrëdhënien mes njeriut dhe Zotit, qëllimin e jetës, moralin, të vërtetat të tjera, historinë e popujve në të shkuarën, na mëson si të jemi vetë kritikues, si të përdorim arsyen dhe besimin, rëndësinë e madhe të përdorimit të arsyes dhe fesë. Na mëson shumë tema madhore. E di çfarë më mësuan mua kur u konvertova? Rregulla. Sikur unë të mos e kisha studiuar këtë fe vetë, edhe të mos kisha hyrë në fe, e gjitha që mu paraqit ishin në rregulla. Unë mund ta kisha lënë fen që të nesërmen. Fal Zotit, unë lexova Kuranin në fillim. Nëse duam të tërheqim njerëzit tanë, fëmijët tanë, brezin e dytë, të tretë apo të katërt, të konvertuarit edhe jo muslimanët në këtë fe, le ta fillojmë duke ndjekur shembullin që ka sjellë vetë Zoti përmes profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të. Ashtu si ai i tha një herë Muadh bin Xhebelit, kur ishte duke shkuar si prijes për njerëzit në Yemen, siç mund ta dini historinë. Ai, profeti, i tha: "Në fillim mësoi ata se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dhe kur ata ta kenë kuptuar plotësisht këtë, pastaj mësoi si të falen. Edhe kur ata të jenë të qëndrueshëm në këtë dhe ta kenë vënë në zbatim plotësisht, pastaj mësoi agjërimin në Ramazan. Edhe kur ta kenë përmbushur edhe këtë, pastaj mësoi çfarë? Përdhënien e zekatit dhe kryerjen e haxhit." Ai, profeti, i tha: "Lehtësoja gjërat njerëzve edhe mos ja vështirëso. Përgëzoi ata me lajme të mira dhe mos i frikso." A e praktikojmë ne këtë? Ne përpiqemi t'i kthejmë fëmijët në këtë fe. Ne përpiqemi t'i fitojmë njerëzit e komunitetit tonë që ta dëgjojnë këtë fe. Dhe gjëja e parë që i themi, sapo i shohim në derë, është: "Ti, mbuloje kokën, ti, bëj këtë, ti, hiq atë, mos e bëj këtë, mos e bëj atë." Unë nuk e kam problem t'i them njerëzve se cilat janë praktikat e muslimanit, por duket sikur jemi të fiksuar se merremi vetëm me këtë. Kur ne i sjellim njerëzit në mesin ton, mos prit që ata të bëhen arab, pakistanez nga Sri Lanka me njëherë, ose madje ndonjëherë. Jepi kohë ta kuptojnë fen, jepi hapësirë ta kuptojnë, jepi të drejtën të pyesin, jepi të drejtën të kenë dyshime, jepi kohë të zhvillohen. Kurani u dha atyre 13 vite kohë në Mekë, dhe pastaj në mënyrë të ngadalt, por të sigurt, i bëri ata pjesë të bashkisë së vet, ndërsa ne nxjerrim karrocën përpara kalit. Jepi kohë,